Sot shkova te kryeministria, por jo për ndonjë punë zyrtare. U futa në një vend që shumë njerëz nuk e njohin fare. Quhet kod dhe ndodhet e hyrje kryesore në katin e parë. Nga bohemizmi te përjetësia është ekspozita që është bërë me ndihmën e ambasadës së Izraelit dhe me thënë të drejtën më la pa fjalë. Kjo statuj që po shikoni duket si e gjallë, quhet Balerina e vogël dhe është vepër e Edgar Degas, një prej artistëve më të njohur francez. Artisti i vuri flokë të vërtet, fustan të qepër me dorë dhe fjongo në kokë. Në ato kohë njerëzit u tronditën për realizmin që kishte, disa thonin sa e shëmtuar dhe të tjerë çfarë gjeniu. Po kur e sheh nga afër kjo skulpturë të fut një ngjesi, të duket sikur ajo vajza po merr frymë dhe po pret momentin që të kërcej. Modeli e tij ishte një vajzë belge, e cila në atë periudhë ishte ende studente baleti në Operën e Parisit. Artisti e bëri skulpturën e dyllit në një mënyrë naturaliste, e veshi me një tutu, fund pulhure dhe në kokë i vuri dhe një paruke të bërë prej flokësh të vërteta, të cilat ja lidhi me një fjongo mëndafshi. Nëse keni pak kohë, shkoni ta shikoni. Nuk ka bilet, nuk ka zhurmë dhe as radhë. Thjesht hyn, shet diçka të bukur dhe del me ngjesi të mirë.